Po nuk mjafton kjo që e kanë ata, do më thonë këto veti që e kanë, përkundrazi nëse nuk e ki disciplinën edhe edukatën bazike, kjo është shumë e rrezikshme. Shkaku që ata, kjo gjenerat qatë shumë po pavarësohet, do më thonë qatë shumë po është që nuk kontrollohet, so që ne e shohim në ditë për ditëshme sa shumë ka degeneruar. E pse nuk kontrollohet? Për shkak të rrjeteve sociale apo si? Jo, për shkaku që na edhe vetë këtu për identifikojmë si të mençur, si shumë ditur, si të pavarur, tash edhe në një farë mënyrë na pjehë, po ma drejtën që ata si gjenerat e kanë. Do më thonë e kanë guximin, e kanë. Edhe ata kur të ballafaqohen me dikon që ka ma shumë përvojë si që janë prindrit e tyre, nuk i marrin shumë parasysh. Se e përshin vetën këtë gjeneratën që nashta din ma shumë se sa vetë gjenerata e vjetër që den. Do më thonë kjo është shumë e rrezikshme për ata që nuk jonë kriju prej fillimin atë sistemin, ndërsa nëse i krahasoj me fëmijët në diaspor, ku ata çdo herë shumica, ata që janë, do më thonë, kam pas një sistem, këto vetit gjeneratës Z kanë ndiku shumë pozitivisht, se ata tash veç ju në avancu shumë ma shumë, edhe e kanë disiplinën, e kanë konsistencën, edhe i kanë informacionet edhe mençurin, kështu që tash është kua me kriju një gjeneratë super të mirë. Për ta pas short, po e bën një krahasim me gjeneratës Z të diasporës, pra shqiptare dhe këtu që është? Jo, edhe shqiptare dhe në përgjithësi folja. Po shkako që shumë që ndikon është edhe sistemi arsimor. Në Kosovë shumë që politika investon në renovimin e objekte, po asë njëherë nuk investon në sistemet brenda saj. Edhe pikrisht kjo është pse ne si shoqëri kemi mbetë shumë mrapa. E kryen shkollën nuk din me lexu, e kryen fakultetin njëjta ndodh. Po arbar nuk kemi edhe ka shumë mrapa. Shumë jena ndodh. Do t'i kthehemi kësaj prapë. Që e ceki për që janë pak ma të degenerum, nuk isha me thonë që është vetë gjenerata Z, se okej, përket çdo gjenerate. Për shembull, mua ka herë ndoket shumë e çuditshme pse thonë kena degradu si shtet ose si popullat. Po është me kuptues që kena degradu me një lloj forme, po jo veç pse është gjenerata Z. Tash nëse na e bojna krahasimin me diasporën, rinin e diasporës. Po, do ta prezantoj zonin Behia tash. Është pothuajse e njëjtë dhe ata jon kanë ma upgrade ma përpara, dhe më thonë sanit që fëmijët e diasporës i kanë përjetu, na nuk i kena përjetu, e tash në momentin që ato sani ju në artë të na, njeve na do këtë çuditshme pse jena kena evolu që ka shumë, kemi përparuar. Po, mo është e njëjta sen, se nëse diaspora kanë pas para prakisht llogarit e hajt një sen, ku i na konë atë vegjër, kena po në reklama, në i lodër ose diçka të diasporës, moti e kanë pas, moti ju në konë 2-3 hapa para neve. Momentin që në artë na, kanë thonë po degradojnë ana. Nuk është që kena degradu, thjesht që mba epokat janë bashku. Edhe së është na i sa në tash po përshtatemi edhe na. Po, zonja Behie, a veren dallim për ty dhe ku ka dallim mes këtyre të rinjve dhe mes kësaj gjenerate për cilët po flasim në diasporë dhe në Kosovë, pra diasporën shqiptare gjithmonë? Në diasporë është tjetër nivel, është tjetër kulturë, është tjetër gjonë, Kosovë është krejt tjetër. Bile shumë mirë që u hap kjo temë dhe që duhet me bisedu se rinia diaspora ka shumë kulturë, edhe ka shumë, që shme thonë, ka shumë zgudzojnë me bosh bashkë që shdonë fëmija, sidomos në moshën 16 vjeçë bile s'ka shansë, se edhe nëse ai fëmij nuk ndëgjon në shkollë, apo nuk, ato e merr shteti, unë e kam rast që tash të klientët e mia, kam rast në familjen time që e ka marrë, e ka qu 2 javë, e ka qu jashtë, e ka epi shkolla, ja ka dhonë si dënim, që ai fëmij nuk ka nejtë si pas reglave të shkollës, edhe ka marrë, e ka qu 2 javë ditë në tjetër në atë azilin e fëmijëve, do më thonë, që ai mu vetisu që nuk bën me bo gjona që nuk i përshtatën shkollës apo familjes apo fëmijëve. Në Kosovë, për fat keq në Kosovë, këtë drejt ja kanë dhonë fëmijëve, le që ja ka dhonë prindi ja ka dhonë si ja ka dhonë, si sa zotria, po ja ka dhonë edhe shteti. Tash paramendoje, ti fëmijës nuk guxon as një fjalë me forë se ti dënohesh prej shtetit. Unë e kom një rast kur isha në fushë Kosovë me biznesin tem, kanë hi disa fëmijë prej moshës 10 vjeçe, nuk e di 10, 9, nuk e di sa janë konë, kanë hi në biznes temin, edhe kanë dash me thy, kanë marrë burr, kanë dash me thy. Edhe punëtorja, unë s'kam qenë aty, më therrën mu, punëtorja jeme ja ka hi një shuplak atij fëmijës,
maskreje. Edhe na i therën policin, edhe policisë thamë, sa qëre, thash që ku jenë kamerat mundi me po. Ajo ju tregoj, tha unë jahina, tha jo zoj, mase ja pas ke hi, tha lek kamerën këtu, tha mëse shport këtë pun hiq, tha se mund është me dalë në gjyq. E si munda me dalë në gjyq, tha pëse ja ke hi, tha një shuplak, maskreja, jo dhe që ka prek, se që ja ka hi, po për me gjithsesi është shuplak, është Te për në momentin që mos ta normalizojmë. Po du me e thonë këtë gjo, unë e së herë tëni jam bëllafaqun atë në fush Kosovë, i kum gjithë Mercedesin në shfrujt 4 rotat, që ishin një grupi fmive, edhe ku i therëm në policia tha, nuk kemi shkam ju po. Tha se shteti ja u ka dhonë sa këtë drejtë, si zbudzën kusht a mi prej fmit, edhe nuk kemi, tha prind kemi, që thot ha dhe bërbos mërma që fmit po e kuptoj, ju po flisni për sistemin, po flisni për shtetet, po flisni për institucionet që ndryshe funksionojnë atje, natyrisht është e kuptueshme. Do donim që edhe këtu t'ishte dhe urojmë që shumë shpejt tjetë ashtu, por po flasim për një pjesë tjetër të këtyre të rime, do më thonë qasin, bas edhe me familje, edhe me familjartë, edhe me prindrit, a vreni dalime, pra këta të ri, atje në diaspor dhe trit këtu kur vini ju? Qëse në diaspor nuk kanë, po qësë nuk vrejmë, se këtu është tjetër gjo, se këtu nuk nikon fëmija. Këtu që tash për momentin fëmija nuk nikon, ti duesh mi thonë 10 herë për me të aboni fëmija një sen. Ose mi thonë... Jo, po se këta, kje gjenerat nuk kemë fëmijë, gjithsesi. Po du mund ndërlidh me shta se s'pon pa qanë që gjithmonë rinin e Kosovës o të e qitë në mënyrë si të padishëm. Kjo është njëjta asenti, nëse hinë dhe logarit rinin tonë me të Zvicrës, Gjermanisë dhe veneve të tjera, përbes me këshyrë janë matmeqëm në ashtë. Po, pra e pyta dhe arbërin që pse po mendoj që jeni keq. E krynë shkollën e mesme, kalojnë në fakultet, në shtetet e jashtme, në Europë, kalojnë në zanat. Nuk është menqëri, nuk është menqëri. Ndëgjë zoj se... Jo se pedalon, se po të fëmijët e diasporës janë ajo matmeqëm, janë dë. Diaspora dhe ma, tjetër është që ata ka mundësi, edhe në momentin që ata e shojnë fëmija, kujdesën ma shumë për fëmijët, sinqerë dhe kur t'janë si në shkollë ma shumë nëse veç nuk mësojnë, i të shojnë për kurse, i trajnojnë, ja ndrojnë klasat, është tjetër kujdes, për nuk bëmi krasu dhe me thonë që rinia Kosovës fëmija me ata, se problema fëmijë këtë gjithka. Unë personalisht e këmë kry shkollën. Po, me njerë, zonja Beje, vetëm të dëgjojme dhe arbër. Fillore edhe një pjesë të mesme se këmë përfundu në Sloveni, edhe jo në shteta Sloven, po jetojnë në Kosovë. E di që shukon sistemi arsimor atje, di që është këto. Këtu do më thonë ende diskutohet a përvesh fëmija uniformen as përvesh. Dhe më thonë këtu, na kena problem me çështje bazike. Si shoqëri në tërsi, unë e pajtona me atë, po nuk pajtona me atë që përbën krahasimin me fëmijët e diasporës. A e thatë zonja Behije këtë, do më tekstualisht që fëmijët në diaspor janë më të mequr se në Kosovë? Jo, unë ke thash për matë meqëm, zoj, të lutëm, mos mu, se po kesh kuptohesh, nuk thash që jetë po jemi në kuptu në momentin që tu fëmijët e diasporës që janë më të ngritur në krahasim me tonë, sepse nëse na i shohim fëmijët, edhe ty të ka ndodhur një rast i tillë dhe ju e keni përdorur dhunën me fëmijë, këtë sentin Zvicër edhe kërkon botë nuk kishe mujt me ba, sepse të kish njek penalisht edhe e dim. Në momentin që ka shumë fëmijë gango, ki në Kosovë, në Shqipëni dhe në çdo cep të botës, që fëmija bojnë probleme. Për shka ekziston policia nuk guxon ty me thonë nuk kena na shka me i ba, sepse policia gjatë gjithë ditës i kena për rrugë të Kosovës të usil, edhe janë për qito probleme. Sa e ballafaqu këto me fëmijë. Dëgjojmë shpjegimin? Kish vazhdu, jo. Kish vazhdu bashkë me policinë. Duhet t'i japim hapësirën. Zonja Beje, për ta sqaruar këtë. Dëgjo, kjo pi bjenë se përpo du me sëlmu edhe po më sëlmon Zoja dhe unë po du me sëlmu. Vesh një sekund, unë e vota atë kuptimin që shteti ju ka dhonë drejtë, Zvicër nuk i nevoj me përdor dhundën, se ta me shteti ta siguron, ja qonë me hongër, me buk, me krejt. Në Kosovë shtetin ja ka dhonë drejtën, pa e zëtëria vjen edhe të vronë, që shpo vronë, edhe nuk ish kam i bo. Ja ka dhonë drejtën fëmijë. Jo, po du me thonë, edhe ja ka dhënë drejtën fëmijës, pa jasë në këtë rast, ja ka dhënë të drejtën, po ju e keni përdorë dhunën kundër fëmijës huj. A i fëmijët me shku të baba vetë, të mama vetë, me i tregu se shka i keni ba, edhe tani situata eskalon, se i shorë fëmija, i kish kallzu babës vetë, ke shorë të aty në lokal, edhe ish ba puna halon ma shumë, vend se